Lista e zezë do të përfshi zhvilluesit, do të përfshi shoqëritë, do të përfshi individët që kanë shkelur ligjin, përfshirë administratorët, ortakët, pronarët përfitues, që do të përjashtohen nga çdo mundësi për të marrë leje ndërtimi për një periudhë 5 vjeçare. Dhe gjithë ky proces ndalimi do të thotë që nëse një subjekt ka kryer punime në kundërshtim në shkelje të lejes së miratuar nga organi kompetent, Këshilli Kombëtar apo Bashkia, dhe ka shtuar ose ka ndryshuar edhe qoftë edhe fasadën, këto shkelje natyrisht pasohen me gjoba, pasohen me të gjitha ndëshkimet e tjera, por e bëjnë me njëherë një subjekt të listës zezë. Dhe thash, nuk është thjesht një subjekt, një individ, po janë të gjithë ata që përfshihen në këtë proces. Ku hyn edhe arkitekti, të cilit i hiqet licenca për 5 vjet dhe nuk mund të ushtrojë më profesionin.